Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi i takon Allahut azza wa jalla, te falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë salavatet, përshëndetjet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtë poshtë është dersi i 43 me radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kena arrit tek hadithi i 16 me radhë. Tek hadithi i 16 me radhë, hadith të cilin e sjell Imam Buhariu dhe të tjerë me versione të ndryshme të hadithit. Ndërsa këto që ka pru Neveviu e ka sjell Imam Buhariu dhe vjen prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Ebu Hurajra ky thot se erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha pejgamberit alayhi salam, ausini, më këshilla me diçka o i dërguar i Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha la taghdab, mos u hidhra. Këshillën që ja dha pejgamberi i tha mos u hidhra. Kjo është hadithi që sjelli që ka mbledh në viju në 40 hadithet e tij. Ndërsa kjo një versioni tjetër, gjithashtu ka sjell Buhariu dhe të tjerë, është se kur njeriu i tha pejgamberit alayhis salam, i dërguar i Zotit, më këshilla me diçka, pejgamberi alayhis salam i tha mos u hidhra. Ai ja përsëriti, më këshilla me diçka, priti që pejgamberi alayhi salatu wasalam mos pe i thot me një diçka tjetër. Ai prapë i tha mos u hidhra. Dhe këtë e përsëriti disa herë. Pyetsi sahabiu, disa herë pyeti e pejgamberi disa herë ju përgjigj njëjtë. Ju përgjigj njëjtë tha mos u hidhra. Ndërsa pyetsi emri i tij është Jariyatu ibn Qudame radhiyallahu anhu. Ndoshta për arsyeve kanë thonë dietarë se ndoshta për arsyeve pse pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha që mos u hidhra, ndoshta për arsyeve është se e pa njeriu të hidhruar. E pa njeriu e hidhruar. E me që e pa të hidhruar, ja kthej kërkoj për ti atë që i përshtatet gjendjes së tij. Se pejgamberi alayhis salam disa herë është përgjigjur pyetësit në gjendjen çfarë ka ai. Nëse ka që në këtë rast ka pas nevojë për me këshillu mos mu hidhru, mos mu nervozu, mos mu zemru rand shumë, e ka pas gjendje ti e kërkon këto dhe këtë këshill ja ka dhënë. Ka mundësi ka orë pyetje tjetër, që ka pyet cila vepra më e mira, çka më bën, ai ju ka përgjigj, ka thonë namazin kohën e vet. Pra qysh e ka po pyetsin, çashtu edhe ju ka përgjigj. Edhe kjo neve si thirrsa, na jep mësim se kur të flasmi me njerëz, është mirë të flasmi o temat që personi ka nevojë. Personi ka nevojë për ato tema të flasmi në ato tema. E kanë kuptuar dietarët këtë pjesën kur i tha mos u hidhra, kanë thonë se e ka pasur për qëllim pejgamberi alayhis salam largohu prej atyre shkaqeve, sebepeve që të bojnë mu hidhru. Nëse ti e njeh veten tënde se një filan fjale mu më hidhran, një filan bisede me njerëz mu më hidhran, një filan veprimi mu më hidhran, atëherë që tu largohu prej tyre. Pra sigur e ka pas pejgamberi asën për qëllim, largohu prej gjërave që të bëjnë ty t'jesh i hidhruar. Ka mundësi njoni, nëse për shembull, nëse nuk ka gjumë të mjaftueshëm, është tip i hidhruar shpejt. Atëherë duhet t'i largohet qësojna, sipas këshillës së pejgamberit t'i largohet qësojna të mos rrin pa gjumë. Ose ka mundësi njoni, gjumi thellë i gjatë i tij e ban me koni hidhruar, atëherë t'i largohet kësajna. Kështu kanë kuptuar disa dietarë kur e kanë zbërthyer këtë pjesën e pesëm, mos u hidhra, pra mos i ndjek rrugët, largohu prej rrugëve, rrugët e cilat të bëjnë ty mu hidhru shpejt. Disa të tjerë kanë thonë se i tha pejgamberi alayhis salam mos u hidhra, duke pasur për qëllim alayhis salam, ato se hidhrimi
zakonisht rrjedh ose shumë herë rrjedh prej mendjemalësisë. Hidrimi rrjedh prej mendjemalësisë. Pra ti ruje vetën tënde edhe prej mendjemalësisë, se kur je mendjemal, shpejt hidruhesh. Se nuk e pret ti në njëri mendjemal, nëse rastisht e ki një pozit, me bo dikush me ta thonë një fjallën më të vogël, ti tani hidruhesh. Kjo tregon për mendjemalësinë tënde, për ta pejgamberi sikur ja tërheqi vërejtën kujdes prej hidrimit, se ta dish se hidrimi është shenjë, rrugë ose mesazh se ti je njëri mendjemal, Allahu na ruajt prej kësaj. Pastaj disa të tjerë dietarë kanë kuptuar këtë pjesën, kur i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam mos u hidra, e kanë kuptuar edhe me një kënd tjetër që mos e nga veten tënde se çka po të urdhron vetja jyte kur ti je i hidruar. Se shumica e problemeve rrjedhin prej teje kur ti je i hidruar. Prandaj sikur të këshilloi pejgamberi alayhis salam, mos e nga veten tënde, mos e ndëgjo veten tënde, nefsin tan, shpirtin tan, se çka po të këshillon dhe po të urdhëron ai kur ti je i hidruar. Se nështë ti, kur je i hidruar, me një fjalën më të vogël, për shembull, mundesh me i thonë bashkëshortës tënde je lëshuar. Shkon shpitone se je lëshuar. Në fenë tonë islame, kur ti thush bashkëshortës tënde, qoftë për hajgare, qoftë për nime, nëse i thu shkon shpese je lëshuar, një shkurërzim kryhet për ty. Një e drejtë e jotja të humbet. Nëse edhe një herë tjetër i thu dy të drejtat tua të kanë humbur, dhe mos kitet drejt, që tashti, veç me bomë të rastis gjuha jote prap, me thonë, hec shkën shpese je lëshuar 3 herë, mos e kitet drejten, as me kthy atë nuse mo. Se me mojt ju se jo, par as me kthy atë nuse mos kitet drejt. Edhe pse ndodhë që kjo kështu që ma je veten, si kur pejgamberi me këshilloi qërë, kujdes, kur ti je i hidrum i nervozum, kujdes, moje veten, mos e nga veten se çka po tët. Ti tash kur je i hidruar, ç'është shpejt me një fjalë nusës, je lëshuar, i bjen që humbe një të drejt të nden. Ndërsa që kënd pikë që përmenda, një numër kogja i madh i njerëzve të sotit, nështë edhe muslimanëve të sotit, hecin ende për shembull vazhdojnë jetën e tyre me bashkëshortën e tyre, edhe pse nështë ju 2 herë e 3, por i kanë thonë nështë 300 herë dhe i tash shkëll shpeset të shova je lëshuar. Ata ende vazhdojnë jetën e tyre bashkë. A sikur kjo çështje dihet, nihet, të din se çka po thot, personi i tillë është jo të nejt me bashkëshorte, por duke bërë imoralitet. Me që ka pos gruan e tij, tash është duke bëjë moralitet. Pse ka orë që kjo krejt, ka orë deri tek se ka mojt veten e tij kur ka qenë nervoz, i hidruar. Ka mundësi ti në punën tënde, edhe njëri të përzihet në punën tënde, edhe nështë edhe të fynë ty që je të punu, ti se mon vetën tënde, pejgamberi tha moje, kujdes, mos e nga vetë, kuptimi tash i hadithit, kuptimi 3, moje vetën, mos e nga shpirti çka po të thet, kur ti je hidruar. Tash ti ty nëse shpirti jë të thet, kush është kjo që mu po më fyn punën tem? Kush është kjo që po ma ul mu reputacionin punën tem? Edhe ja nisi pisket. E pejgamberi ta tërheqë vetën, kujdes në çto, kur mos e nga shpirtin tan, se çka po thet kur ai është i hidruar. Kur ti domo je i hidruar. Ndoshta ndonjëherë vjen kasafytje me një person, po qëtë ka rastis, nështë ki ormën me vetit të ftoftë ose këti tjetër, edhe nështë prej nervozës e ngën shpirti çka po të cajtet, heqë që të qovësh, edhe hedhë dhe më thonë zjarë mbi ton ose me ormë të ftoftë, edhe personin e largon për kësoj dënjos, e largon për i dënjos, veç pse ngove vetën tonë dhe kur ti ishe i hidruar. Dhe kuptime dhe arsyet të kuptimet të tjera që i kanë nxjerrur veç për kësaj fjalës të pejgamberit kur i tha mos u hidra. Për këtë Allah Azza wa Jall e lavdroi çështjen e mojtjes së vetes tonë dhe me mbojt veten kur je i hidrueshëm, saqë i tha pejgamberit alayhis salam fa bima rahmetin min Allah linta lahum. Ti o i dërguar i Zotit,
ka qenë njeri mëshirshëm me njerëzit. Thotë walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik, je i butë i sjellshëm i durueshëm. Me baskon të i vrasht, atëherë s'do të kishe rreth vetes tënde këta çka ti i ki. Pejgamberit alayhis salam, Allahu i lavdëroi këtë cilësi të tij që ishte i durueshëm, nuk u nervozoi ke shpejt. Ishte i durueshëm dhe thotë Aisha, pejgamberi për çështjet të vetes së tij, thuaj se nuk u hidhroi ke kurr. Vetëm se nëse ishte çështja e dinit fesë, diçka tjetër. Ndërsa për vetën e tij ja. Për ta tha Allahu vend tjetër, wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tha Allah azza wa jall, ata të cilët e mbojnë mëllëfin e tyre, hidhrimin e tyre kur kanë ata që e mbojnë. Thotë edhe i falin njerëzit, Allahu i don të mirët. Saqë disa e kanë kuptuar, për disa e tharë komën si pak kanë dëbësi, e kanë kuptuar ato se një prej dyrëve të xhenetit, ja ka dhënë Allahu derën dera e atyre që e mbojnë mëllëfin e tyre. Pra kur janë të hidhrueshëm, e mbojnë mëllëfin e tyre, në ditën e gjykimit thirrën prej asaj dere. Kështu edhe pejgamberi sa në hadithin që e sjell Imam Ahmedi, pejgamberi sa prej duave që bajke, thujke, o Zot, po kërkoj thike prej fjalëve tua që të mbrosh, unë të jam prej tyre, të mbrosh, të jam prej atyre që e tham të vërtetën, edhe kur jam i hidhrueshëm, edhe kur jam në rahati, edhe në qetësi. Sikur e bëri, pejgamberi më bajke këtë dua, se ka mundësi njeriu kur është i hidhrueshëm nuk është gjykues i drejtë. Për këtë edhe në Islam gjykatësit nuk i lejohet me gjyku kur ai është i hidhruar. Duhet me mojt vetën pak, mu qetësu, e kur qetësohet pastaj me ardh edhe me gjyku. Nëse këshirmi të parët tonë, sahabës, se si kanë folë për hidhrimin, për tyne Aliu radiallahu anhu tha, nëse doni me di se çka është hidhrimi, tha, fillimi i hidhrimit është çmenduri, e fundi i tij është pendim, ku bërë çka bona. A fillimi çmendet, e fundi haj mirën çka bona. Ndërsa Urwa ibn Zubejri tha se është kanë shënume në libat e mëhershme se Allahu i ka thonë Davudit alayhis salam, Iyaka wa shiddat al-ghadab. O Davud, kujdes, mos u hidhra shumë. Fa inna shiddat al-ghadab mafsadatu li fuadi al-hakimi, se hidhrimi i madh ja prish zemrat e njerëzve të mirë. Hidhrimi i madh ja prish edhe zemrat e njerëzve të mirë. Ndërsa Ebu Dardaja thëke, aqrabu ma yakunu al-abdu min ghadabillahi idha ghadib. Thëke ky sahabi, njeriu më së afërmi që është me hidhrimin e Allahut, më së afërmi që është për me marrë hidhrimin e Allahut, është në momentet kur ai është vetë i hidhruar. Pra dije se në momentin kur ti je i hidhruar, je më së afërmi për me marrë hidhrimin e Allahut, se ti je i hidhruar pa të drejtë e fyn tjetrin. Je i hidhruar pa të drejtë i sjell tjetrit. Je i hidhruar pa të drejtë e thun na i fjalë të rëndë, fyrse, ose sharje, ose që kanë të bëjnë direkt me Allahun, ose me pejgamberin alayhi as-salatu wassalam, edhe në këtë rast, atëherë Allahu hidhrohet me ty. Tha pejgamberi në një hadith i shkollës së mirë, e sjell Abu Davudi, tha, kush prej njerëzve, tha pejgamberi, kush prej njerëzve e ndal hidhrimin e tij, kush prej njerëzve e mban hidhrimin e tij, në ditën e gjykimit, ai do të thirret, ditën e gjykimit, do të thirret edhe do t'i jepet zgjedh prej hyrive të xhenetit. Pastaj pejgamberi vet ai na tregoi neve se na e kemi mundësinë me mojt hidhrimin. S'do të thotë që se kemi mundësinë hiç. Mundësinë e kemi. Sikur në hadithin që e sjellli Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi alayhis salam tha, nuk është i fortë ai që i mund njerëzit në ndë luftim ose në nërzim, kur zuhen, përlohën. Nuk është i forti ky, por i forti është ai që e mban veten e tij kur është i hidhruar. Kështu për na mësoi pejgamberi se e kena mundësi na me mojt veten tonë kur jemi të hidhruar. Pastaj për këtij hadithit
kanë me të gjëra. Kanë me të pak se ndeshta me përmbledh hadith pas mujta, edhe pak inshallah mbetin për herën e ardhshme për hadithin e 16 me radhë që ka sjell në Viu, pra na kanë mbet veç edhe disa sene se çka përfituhet si konkluza për këtij hadithi. Lusmi Allah të na fal na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.